Drejtoria vendore e Policisë Shkodër dhe Komisariatet në varësi të saj në kuadër të operacionit të gjerë koordinata kanë intensifikuar kontrollet në të gjithë territorin e qarkut Shkodër me qëllim parandalimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultat i monitorimit nga ajri me dron dhe nga toka me patrulla këmbësore, janë gjetur dhe azhësuar 5999 bimë dhe fidan të dyshuar narkotik, kanabis sativa. Lidhur me këtë rast janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim krimi, 2 roje të mjedisit dhe 5 kryetar të fshatrave, ku ishin kultivuar bimet dhe fidanet narkotik. Gjithashtu u shpallën në kërkim një shtetas i dyshuar për kultivimin e 2127 bimëve narkotike, që u gjetën disa javë më parë në fshatin Vignel. Rastet konkrete në njësitë administrative Pult, Shal, Shosh, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër gjetën të kultivuara në disa zona dhe azhësuan 688 bimë të dyshuara narkotike. Për këtë rast nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit LA dhe LM, roje mjedisore për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim krimi. LL, kryetari i fshatit Nën Marveç për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim krimi. NV, kryetari i fshatit Ndrej për moskallëzim krimi. Në njësinë administrative Temal Vauides, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vauides gjetën të kultivuara në disa zona dhe azhësuan 5311 bimë dhe fidan të dyshuar narkotik. Për këtë rast nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit ZM, kryetari i fshatit Toplan për shpërdorim detyre, shtetasin GM, kryetari i fshatit Kish Arr për shpërdorim detyre dhe shtetasin FB, kryetari i fshatit Qerret për shpërdorim detyre. Gjithashtu në vijim të operacionit u shpall në kërkim shtetasi DF 32 vjeç, pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, me vendimin e datës 12/6/2025, i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale kultivimi bimëve narkotike, pasi nga hetimet dyshohet si autori i kultivimit të 2127 bimëve narkotike që u gjetën nga shërbimet e policisë me datë 24/4/2025 në fshatin Vignel. Vjen puna për kapjen e këtij shtetasi dhe për identifikimin, kapjen dhe ndjekjen penale të autorëve të rasteve të tjera të kultivimit të bimëve narkotike. Policia e shtetit mbetet e vendosur në luftën kundër kultivimit të drogës në çdo zonë të vendit.